Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhallahu ala që këto takime të ubime të bën të dobishme, të frytshme, të bereqetshme për neve. Dhe lusim që t'i gjejmë si shpërblim ditën e gjykimit dhe takimit me Allahun te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër dhe motra, sikur që keni të njohur, tashmë në këto ditët e fundit para muajit Ramazan, jemi duke marrë disa tema që na ndihmojnë me lejen e Allahut te bareke ve teala në përgatitjen e duhur për shfrytëzimin e duhur të muajit Ramazan. Dhe me që aktiviteti kryesor dhe më i rëndësishëm gjatë Ramazanit, madje vetmi që ka të bëjë me Ramazanin për neve është adhurimi ndaj Allahut te bareke ve teala, ne po përgatitemi për një adhurim më cilësor, më përmbajtësor dhe gjithashtu edhe më të shtuar në sasi. Për të pas një adhurim me këto që i përmena, kemi thënë që duhet kemi një zemër të përgatitur, një zemër e cila është e gatshme të bartë intensitetin dhe aktivitetin e shtuar të adhurimeve në muajin Ramazan. Nga se për me u përgatit për Ramazan nuk duhet përgatitje fizike, nuk duhet përgatitje muskulore, por duhet përgatitje shpirtnore, duhet përgatitje zemrës. Nga se tër barë në aktivitetin në Ramazan e bartë zemra, dhe tër motivin që lëviz gjymtyrët në adhurim e në nështrim e ka zemra. Dhe kjo zemër është e krijuar që të komunikon me Allahun te bareke ve teala. Ajo realisht është përfaqësuese e qenjes tonë për Allahun te bareke ve teala. Andaj edhe Allahu xhallahu ala nuk shikon në gjuhën tonë, nuk shikon në duart tona, por Allahu shikon në zemrat tona. Andaj çka ka në zemër, na jemi qata. Dhe Allahu të vlerëson e gjykon në bazë të zemrës tënde. Të gjitha gjymtyrët e tjera janë përcjellse të kësaj zemre. Prandaj çdo përgatitje e cila nuk i shërben përgatitjes së zemrës, realisht është përgatitje ose formale ose anësore, periferike, po jo e duhura dhe jo e epiqendrës apo bazike. E kurimi tek zemra të ndërruar vëllezër, kemi thënë se zemra i ka veprat e saj, i ka adhurimet e saj, po i ka edhe krizat dhe problemet e saj. Në kuadër të ndërtimit të duhur dhe trajtimit të duhur të zemrës, kemi përzgjedhur një adhurim që kemi thënë fillim se është nga më të rëndësishmet, madje të gjitha adhurimet pastaj marrin nga ky adhurim. Dhe ky është ndoshta adhurimi nismëtar për gjitha adhurimet e tjera. Mendimi i mirë për Allahun te bareke ve teala. Ai që ka mendim mirë për Allahun te bareke ve teala, ai realisht edhe beson që duhet në Allahun, edhe në shpërblimin e tij e ke tjerat. Çdo krizë dhe problem e komunikimit të zemrës me Allahun te bareke ve teala realisht fillon nga mendimi i gabuar apo i keq për Allahun te bareke ve teala. Për këtë arsye dhe kemi thënë aty fillim se kur Allahu xhallahu ala ka përmendur reagimet e idhujtarëve, hipokritëve, munafikave në raport me situata ndryshme, ka përmendur Allahu xhallahu ala se ajo që i ka shpirë në këtë reagim dhe në këtë qëndrim është pikërisht mendimi i keq për Allahun te bareke ve teala. Edhe për aktivitetet që i kanë pas gjatë jetës, por edhe për qëndrimet e saktuara në raport me zhvillimet në jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prandaj kemi marrë disa udhëzime të saktuara lidhje me mendimin e mirë për Allahun. Kemi thënë se mendimi i mirë për Allahun aktivizohet në dy, situata kryesore, madje këtu janë situatat e vetme që njeriu kalon për to. E para është ajo që ka të bëjë me caktimin e Allahut. Allahu xhallahu ala ka caktuar atë që ka më ndodh. Dhe njeriu pastaj në jetën e tij ecë në përputhje me këtë caktim. E nganjëre në kuadrat e këtij caktimi ka ngjarje të këndshme, po ka ngjarje të pa këndshme për njeriu. Veçanërisht ato që kanë të bëjnë me jetën e tij, me furnizimin, me vdekjen dhe sprovat e caktuara që kemi përzgjedhur të flasim për smundjen.
Gjitha këto situata kemi thënë se nëse besimtari i dorëzohet Allahut Azza wa Jall, nëse besimtari i beson Allahut që duhet, gjitha këto sprova dhe ndryshime realisht e ushqejnë zemrën dashuri, njëjë sikurse ushqejnë edhe gjërat e këndshme dhe begatit. Tek besimtari gjithmonë gjithçka që vjen nga Allahu është në shërbim të ushqimit të zemrës. Nuk ka mundësi marrë diçka për Allahut më e mirë për zemrën, e diçka që është e pakëndshme, s'm pëlqen mua, nuk është e dobishme për zemrën. Jo. Mund të jetë nganjëherë begatia, ndoshta ajo që më pak e ushqen zemrën me dashuri se sa vet sprova. Ajo që mundson që gjithë ato që vijnë nga Allahu te barekuhu teala, realisht të jenë një ushqim i zemrës që e forcojnë dashurinë për Allahun xhalla xhelalu dhe fuqizojnë raport me të, është mendimi i mirë për Zotin xhelalu ala. Ti i bindur se ai nuk gjykon asgjë gabim, asgjë pa drejt, asgjë pa dije, pa urësi. Gjithçka që ai cakton dhe ti prekësh nga caktimi i tij, sado që kjo prekje mund të jetë për ty e dhimbshme, me lëndime, me pasoja, probleme, të mungojnë që në dunja, je i bindur, mendimi i mirë e man diskursin e ekuilibruar, të balansuar në komunikim me Allahun xhallahu ala se hari është në atë që ka zgjedhur Allahu xhallahu xhelalu. Dhe pikë, s'ka tjetër. Në atë që Allahu ka caktuar që ajo është e mira. Po, dhem ka pak epshi, dhem ka pak dunjaja, dhem bin këto nga se këtu kur preken, ka një lloj klithje, ka një lloj britme për shkak të mungesës, por zemra nuk lidh asnjëherë me ofsham. Zemra nuk lidh asnjëherë me ankesë. Zemra thret Allahun te barekuhu teala. Zemra i përurit Allahu xhallahu ala, tamam pikërisht sikur që ka përmend Allahu xhallahu ala pejgamberët e tij që kur janë prekur kanë thirr, po nga thellësia e shpirtit e kanë thirr Allahun te barekuhu teala që ai ti kap në duart e tij e të vazhdojnë tutje drejt Allahu xhallahu ala, pa u lkundur dhe pa u përmbysur në rrugtimin e tyre të jetës, si pasojë e sprovave që mund të goditen me to. Kjo është një aspekt dhe për këtë kemi fol. Kemi thënë se sonë të flasim për një aspekt tjetër që realisht është më i rëndësishmi, është vendimtari. Madje ai është përcaktuesi dhe asaj të kaluarës. Ai është mendimi i mirë për Allahun në adhurimin te Allahu te barekuhu teala. Don caktimi i Allahut dhe adhurimi i Allahut azza xal. Madje edhe adhurimi është lloj caktimi i Allahut. Allahu ka caktuar por sheriatikisht, fetarisht, me shpallje ka caktuar qysh ti ki me ndërtu raport me të. Qysh realisht ka me pas përmbajtje dhe si do të organizohet jeta jote. Andaj jeta e besimtarit organizohet dhe orientohet mbi bazën e adhurimit ndaj Allahut te barekuhu teala. Allahun e adhurim. Po ky adhurim me qenë funksional, me qenë në shtimësi për gjithmonë, me qenë gjithmonë ai që e disponon zemrën, e ushqen zemrën, e gëzon zemrën, e lidh me Allahun xhallahu ala, duhet ky adhurim të jetë gjithmonë i shoqëruar me mendimin e mirë për Allahun te barekuhu teala. E tash, çka i bën mendimi i mirë për Allahun xhallahu ala, si ushqehet ky adhurim, si ky mendim në raport me adhurimet dhe si funksionon, do të jetë sonte inshallah tema jon. Sonte ka shumë pika, ka shumë nga ato që nuk ka me pas mundësi me i trajtu detajisht, por do të aludojnë të spaku për ditë se në hartën e mendimit të mirë për Allahun në adhurim, janë edhe këto elemente që duhet të kujdesesh për to në të ardhmen. E mund shmësht, do të kallëzoj se si ka mundësi kjo me ndodhë. Prandaj, kjo ligjërat është ndarë ndoshta në dy degëzime kryesore. E para është rregulla që duhet të kenë parasysh në mendimin e mirë për Allahun në adhurim dhe pastaj shembuj të mendimit mirë për Allahun në adhurim. Dhe kemi rregullat dhe kemi shembujt. Kur themi që ka shembuj, do më shembuj të tregojnë një pjesë, nuk mund të tregojnë gjithë adhurimin. Andaj do të marrë çdo shembuj çish funksionon mendimi i mirë për Allahun te barekuhu teala në sferën e adhurimit. Adhurimi të ndëruar vëllezër, dietarët e kanë përkufizuar në forma të ndryshme, mirë po nga ndoshta përkufizim më të përmbledhura dhe ndoshta më praktike është ai që e ka thënë Ibn Taymi rahimullah, i cili thotë se adhurimi është një emër që përmbledh në vetën e tij të gjitha fjalët dhe veprat që Allahu i don. Dhe gjithashtu që përjashton të gjitha fjalët dhe veprat që Allahu nuk i don.
Realisht duhet të jesh i gjithmonë i organizuar në jetën tënde që fjalët dhe veprat e tua të jenë në përputhje me kënaqësinë e Allahut. Sa herë besimtari në çdo aktivitet jetësor të tij, qoftë edhe minimal, rutinor, i përditshëm, kujdeset që asgjë mos jetë në shpërputhje me kënaqësinë e Allahut, ai është në adhurim. Ai është në adhurim. Prandaj kënaqësia e Allahut dhe mendimi i për Allahun xhallahu ala janë realisht esenca e çdo komunikimi dhe raporti me Allahun te bareke ve taala. E kur jemi tek adhurimet, e përmenda që du të kemi parasysh disa rregulla, të cilat e ushqejnë nga njëra anë, e mirëmbajnë, por edhe gjithashtu e manifestojnë mendimin e mi për Allahun te bareke ve taala. A është e qartë? Këto rregulla edhe ushqejnë, edhe e mirëmbajnë, po edhe e manifestojnë mendimin e mirë për Allahun te bareke ve taala në adhurimin ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Këto rregulla janë disa unë kom përzgjedh një pak më të përmbledhur 5 prej tyre. Domethënë, çdo adhurim që ti kime e kryen në raport me Allahun te bareke ve taala, realisht për të qenë i shoqëruar me mendimin e mirë për Allahun, ai adhurim i detajzuar duhet realisht të ndërtohet në këto baza. Nëse këto baza nuk janë funksionale, mendimi i mirë ka me pas probleme. Kështu që janë serioze dhe janë të rëndësishme. Nuk po them se janë të panjohura, janë të njohura, por i kam përmbledh që ta ushqejmë shpirt me to gjithmonë. Për faktin se të dallon ti me di diçka, me pas njohuri për diçka, edhe ajo njohuri më u shndru në funksionim automatik në jetën tënde, pa lëvizje, pa nxitje. Për shembull, të ndrozëm. Njeriu për shembull ka njohuri që zjarri djeg. Dhe në kontakt me zjarrin, apo aktivizohet më shpejt informata se zjarri djeg, a përjetimi i djegjes. Përjetimi i djegjes ti as shkon menja që e pa ta mësuar në klasën e tretë që zjarri djeg, se si duket po gjet po djeka. E kur të merresh që po djeka, më nis me kuptu që po djeg. A ky proces që është i katallshëm? Jo, s'është çështu apo, më i shpejt është apo, më i shpejt është. Andaj edhe adhurimet kanë në bazën e saj njohurin, pastaj kanë përjetimin. Por njohuria sa më tepër ngjeshet me zemrën, gjithmonë, zemra tash e kalon fazën e njohurisë, kalon direkt në përjetim. Nuk i duhet zemra tash mi kallëzu që Allah është i madh, Allah është shpërblen, do me lëviz tani tek mas një lëvizje caktuar të njohurive me kalu në përjetim. A kuptuat? Po neve çfarë duhet? Me na kallëzu në ders, në rast nga selefi, nga pejgamberi sam, tani zemra thot po që sot është një më kom pa ditë, kom kuptu, tani më është gjysore ose gjys Ramazani, deri dhe dishfund njerëz ka pak me lëviz, edhe me përjetu adhurimet. Kjo është procedurë, domthonjë që e ngatëson përjetimin. Mirë po, ne po kërkojmë që me e përshpejtu procedurën e përjetimit, duke ndërtuar mbi bazën e njohurive të duhura. E këto njohuri sa më tepër përsëriten, sa më tepër nguliten, ngjeshen dhe brimosen me zemrën tonë, kalojnë nga njohuria në përjetim. Tash s'ka nevojë mi kallëzu vetes, a din që Allahu çka ka është hajër cakton, që kështu ka thonë, sa i kështu ka nevojë mi fol kanjëre. Mirë, po momentin kur ky informat bëhet e gravuar në zemrën tënde, zemra nuk din me reagu ndryshe, po s'është. S'është e trajnuar. Është e trajnuar që në situata të caktuara me reagu me këtë reagim. Nëse s'është e trajnuar, i duhet mobilizim, i duhet informata, i duhet ders, i duhet këshill, i duhet shumë sene. A ne duhet me shku gjithmonë në ngushtimin e distancës mes njohurisë dhe përjetimit. Gjithmonë. Kjo është lëvizja e vazhdueshme. Po, mas pari njohëm, tani kalojmë nga njohuria dal nga dal, me përpjekje, me trajnime, me këshilla, me udhëzime, shkojmë duke e ngushtuar distancën mes njohurisë dhe përjetimit. Derisa që përjetimi pastaj të bëhet dominant, ndërsa suportuesi i përjetimit është njohuria bazike legjitimuar nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit asum. Çështu funksionon ky sistemi i adhurimit? Çështu funksionon?
Dikush vjen ta shpjegon që funksionon rryma, nxemja, unë po të shpjegoj që funksionon zemra në raport me Allahun te bareke ve teala. Çështu zemra, domthon lëviz. Nëse ti zemrën nuk e mban ndezur gjithmonë, apo si makinën, me mojë gjithë ka shpenzime, apo ti e fik, tani mëngjes kur edhe do të më pritet edhe do të nxehet apo. Zemra s'bën mu fik. Leja ti zemrën Allahut sa harxhon e zemrën as dim apo. E dim që domon është pompusi më i madh në botë, apo që s'ka diçka që punon gjatë as prishet apo. Po një kohë gat, 80 vjet çfarë pompime bën, edhe njëri në fund nuk des pi zemrës apo. Prandaj është krijesa e Allahut, e ka kriju Allahu xhallahu me mbet ndezur gjithmonë komunikim me Allahun xhallahu. Mos e shkëm, se tani kur të dhash, i duhet mundësi atë. Moja të ndezur gjithmonë në raport me Allahun xhallahu. E përçen kështu na duhet që këto rregulla me i bë pjesë për bërset e zemrës tonë, të ushqyera vazhdimisht me mendimin e mirë për Allahun te bareke o taala. Çfarë janë këto rregulla? Rregulli i parë është të ndërmozëm. Çdo adhurim, atje tham fjalë vepër, çdo fjalë, çdo vepër. Domthonë, një fjalë, dy fjalë, një buzëqeshje, namazi, haxhi, krejt çka futet në ombrellën dhe kuptimet e adhurimit, në tërsinë të gjitha njësitë që realisht përfshihen mrena tërësisë së adhurimit, të gjitha ato që i ka shpall Allahu azza wa jall, po flas për adhurimet e legjitimuara, ato që kanë bazë, ato që realisht burojnë nga shpalla Allahu azza wa jall, të gjitha janë të gjitha, don çdo adhurim pa përjashtim asnjëherë është i duhur, i dobishëm dhe i përshtatshëm për njeriu. I duhur, i dobishëm dhe i përshtatshëm për njerin. Në Allahu azza wa jall nuk ka sjell asgjë mrena të adhurimit, diçka që nuk është e duhur për ty, diçka që nuk është e përshtatshme për ty, diçka që nuk është e dobishme për ty, diçka që nuk është e mundshme me u kry. S'ka mundësi me qenë adhurim e pa mundshme me u kry. S'ka mundësi. Çdo adhurim që kërkohet prej teje është e mundshme ti me e bë. Rregulli i dytë, se po kaloj pak më shpejt se kena tani do punë tjera. Thot rregulli i dytë, për çdo adhurim, në çdo adhurim, subhanallah, la ilaha illallah, buzëqeshje, deri më mëdha, për çdo adhurim shpërblimi është i garantuar. I garantuar është. Domthon ti nuk bën galeq në shpërblim. Ti për shembull punon në kompani, punon në firmë, po çka menja? Kur të sheh që për shembull ka rashitja, ka kjo, ndoshta po ai vonon apo në rrugë, apo atë çka menja? Dhe kjo pastaj përcakton edhe motivin e veprimit. Kjo krizë s'ndodh kur raport me Allahun xhallahu ala. Çato që ta ka garantuar 1 milion kriza në dunja më ndodh. Ai ku më të paguaj. Kështu që ti je gjithmonë i qetë në aspektin e shpërblimit. Ti bëje gojën në punës, ti bëje gojën në veprës, mos e bëj gojën në shpërblimit atë. Kjo është pjesë e mendimit mirë për Allahun azza wa jall, i cili e përmbush premtimin e tij. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thën, nuk e prish, nuk e lën anash premtimin e tij. Gjithashtu të ndërozur në kuadër të këtyre rregullave që realisht ushqejnë mendimin e mirë, e mirëmbajnë, por edhe e manifestojnë që duhet është bindja jonë e pakontestueshme. Mendimi i mirë për Allahun azza wa jall në kuptim të adhurimit, se çdo adhurim që ti e bën në raport me Allahun xhallahu ala, shpërblimi është shumë fish më i madh se aktiviteti, se puna e lutjeve jote. Domthon ti i bindun se shpërblimi që Allahu më jep për adhurimet nuk është i barazvlefshëm as për sa afërmi me mundin, lutjen dhe sakrificimin time. Gjithmonë është më i madh, gjithmonë. Domethënë, të ndërlozur. Na jemi të bindun se vepra është sebeb i rëndësishëm i hyrjes në xhenet. Vepra është treguesi i mendimit mirë për Allahun azza wa jall. Kemi thënë, jo mendimi mirë i Allahut pasiv, por aktiv, i lëvizur nga veprat. Mirë, kur vim tek xheneti, tek dera e xhenetit, me çka i xheneti? Me mëshirën e Allahut azza wa jall. Jo me veprat tua. Çto ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka thënë kështu. E mirë vepra çka është? Domethënë, ti e ke dhënë provim dunjë. Allah ka grupe ti me dhënë provim, ti e ke dhënë. Elhamdulillah. Ke bëu punë mirë.
Dhe për shkak të këtij provimi nuk dënohesh. Apo. E në raport me xhenetin, çka është vepra? Vepra nuk është shpërblim, është vlerësim i mundit. Unë në të kuptim sikur që dikush bën një aktivitet minimal, çaq ka mundësi apo. Po në raport me ato që kemi dhënë ti, s'ka kurfar, s'ka kurfar barazi, është larg apo. Çka i thosh apo? Çka i thosh? I thosh vetë pse e mundu. Ajo pse ke meritu. Në Allahu të jep mundin, jena lodhë o Zot, që kështu bishim, u qejshim, u lodhshim, me të regu se nuk ta upi mundin apo. Ç'ky është mendimi i mirë apo. Asoj përket shpërblimit, nuk ka lidhje me punë që ke bëti, absolutisht. Krejt është bujaria e Allahut dhe mirësia dhe rahmeti i Tij apo. Krejt apo. Andaj parati kur punon apo edhe jo që nuk kem presion akoma ta pagu apo. Po si as presion sa akoma ta pagu apo. Nga si i bindun se një lodhje më minimale, një prishje e gjumit e thjesht namaznatës si e qua apo, ki mu befasu sa ka me të pagu apo. Ti nuk din sa ka me të pagu apo. Ti nuk din çka ka me të jepaj. Ç'ky mendimi i për Allahun te barekotala, a stimulon adhurimin, a jep shije, a ngjall zëm pa pretim. Po, ne këtë po e kërkojmë apo. E ti thosh o Zot, çfarë po më pa kovesh. Veç ti din çush. Prandaj Allahu është i vetmi i cili e kënaq robën me kënaqësi. I vetmi. A ka kënaqësi në dunja që e ngin robën? E ka. Sa duhet me pas njëri për shembull pasurinë në dunja më, çikash nëse ka, thot e bollmo. Sa, dini me ka dhënë një shifër. A ka një shifër? Shiko, çdo vit dalin miliardera, multi, ja ka lënë atij që kona, edhe apo s'lalet. Apo, don ti e ke thënë numrin historik, më i pasur në dunjë s'ka pas, sipas po më në statistika apo. E tash po çka po bën? Në fund po bëj po thotë që ata hoxhallar që marrin ders e ju thëshin që lumturia s'është parë, sa kanë pas fort keq apo. A keni kuptuar çështë çfarë fjalë apo? Që kanë për rrjetet e ndryshme sociale nga multimiliarderi i dunjos apo. Ana njëri sonë ngin dunjoja apo, sonë ngin apo. Nërsa Allahu azza wa thot për ata që kemi pagu thot la yabghuna anha hiwala. S'kan me lyp me ndruvan. Çfarë më po çuto mirë apo. A kupton? Kush ngin, veç Allahu ngin apo. Veç Allahu e ngin këtë nefs. Sa e ka kriju, a e din si ti jap diçka pa lën apo. Andaj ti e din këtë sen që ka mendohet, apo? Andaj çka kënaqësi edhe pretim i fundit të shjan në rrugtimin e udhëtimin tën ka Allahu te barekutaala. Ky rregull më rëndësi, nga se çka mendim i për Allahun xhallahu ala që as se kontestoj sa kimë më jap apo. Apo as nuk e di bile në kuptim të shumësisë, apo. Gjithashtu nga rregullat e ndërvozur është se thash problemi më se gjithashtu nga rregullat më në jetën tonë. Dhe kjo është nga mendimi i mirë për Allahun në adhurim. Se njohuria për adhurimet, me njoft adhurimin, me njoft që është mu falë, me njoft që është mu agjeru, me njoft një haram, du të me njoft, e pa e njoft së në adhuran Allah në zëgjel. Njohuria për adhurimet e para dhe mundësia e adhurimit të Allahut përmes asaj njohurie është begatia më e madhe, pa konkurrencë që Allahu ta ka dhënë. Në momentin kur ti nuk ndihesh kështu dhe mendon se ti që din mu fal, mirë që atë ka e pa Allahu, po ati tjetër që hiç beson në Allahun që e ka unë, dhe është ko gjë e mirë, tu ka lëkun mendimi mirë për Allahun te barekutaala. Nga se ato që ka ta ka jap nga çështjet e adhurimit është e pakrahasueshme, është në çmim me krahasum ato që ka dikujt i kap nga punte dunjos ato. Pakrahasueshme apo. Dhe kjo të bën krenar, kjo të bën me pas mendim mirë për Allahun xhallahu ala në kuadër të nganjëherë edhe rishikimit begative që ka lidhur, ka dalë. Nëse po edhe kjo duhet, i po ta kap mundsinë me thonë la ilaha illallah. Sa para kushton që kjo.
Sa është shahadeti i barazvlefshëm me, për shembull, me mirësitë e dunjos? Sa mund të bëni i barazvlefshëm? Është në nënçmim veç me menu se është i barazvlefshëm. Në nënçmim, e ju me pas mundësi me tregu sa është. Apo? Nga se vlera reale gjërave të vëllezër, ku kuptohet? Realisht njerëz ku kanë më marrë është tamam sa çush janë. Në dunjë në ahiret. Në ahiret vëllazë, këtu njerëz nuk vlerësojnë çfarë duhet. Nuk vlerësojnë. Nuk e din. E vlerëson këto, thotë kjo më rëndësi. Kimë pa di gjykimit çka ka më kon më rëndësi. Kimë pa atë. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. E kanë mësuar surën Qarja. Çka tha Allahu? Bieshkët kanë më bosi pambuku i prishur, kur gjëj 5 parë si banera, ti frin ka dush, bieshkët. E mas bieshkëve që s'kan pesh heq, çka Allah thot? Fa amma man thaqulat mawazinu. Ati që i rëndohet peshore me punë të mira, me të kallëzua Allahu xhallahu ala se punë të mira janë trona. Dunjaja është e lehtë. Dunjaja me 100 peshore nuk e lëvizas një milimetër të asaj, po them kushtimisht peshores të punëve të mira. Ama para më me 100 peshore la ilaha illa çka bën ato. Para me vendos peshore namazin, apo çka bën ato, apo. Prandaj vëllazër, wallahi është mirësi e begati që Allah më të nderu e më përmend, e më besu, e më adhuru, e më njoft Allahun azza xal, më njoft adhurimin, më njoft adhurimin e Allahut azza xal. E komprendo është në takimin e kaluar, vetë si kujtim. A jena tash në prag të agjërimit. Të gjitha detajet për agjërimin dim. S'po kemi të shkruara apo. Por çdo situatë, a ka situatë që kanë agjëruesi e që s'ka përgjigje? S'ka. E din kur qysh, çka rregulla, çka me lën, në udhtim, pa udhtim, këtë detale, çka realisht kalon agjëruesi i kia. Atë heki veç një pëshurë që është atë. Krejt i dim, krejt, veç nuk dim kur me anis. Qysh me konë në agjërimet. Parmena, nuk dim. Am cifer, am sabahut, am gjysnate, veç të nuk e dim. Veç tës në ka kalzu Allah gjel. Ka më prëvani me a qëllu kur me anis. Qak shumë bëmë. Që ka veç një format. E menan të këtë punët, e menan. Po të shmenu me këpëtu që bajgatije mërë Allah. Par në mës me dit, për shamull, veç mës me dit, kur kryhet atë. A në ksham, a në kindi, a një atësi. Së të ka kalzua Allahu gjele gjelalu, a gjërani nga sabahu, deri 3 pika. Ditë gjykimit kime marrë është, a e ke qëllua ju apën. Kur e kështë në gjinimin apën? Me nalë një kindi, nuk është pak, më Allah, bëva ke e kom prish. Hajte në ksham, jo nështë a duhet dinjatësi, se 5 vaktet, që shtu a gjërimi, apo, telash e shumë kur me kryo apën. Telash e shumë bëhet. Veç të mësë me ditë, krejt i dim, krejt veç të nuk e dim. A përreqa mirësi është, Allah të kanë një muat. Veç të me ditë. Përndaj të bënu i bindur, me mendim mirë për Allahun, se kujdesi Allahu xhallahu që ti njohësh në detale adhurimet dhe mundësia që ato ti manifestosh praktikisht, është begatia më e madhe e kujdesit të Allahut për ty që Allahu ta ka dhënë. Por nga shumë të tjerë që i ka privuar nga kjo begati. E që shtot brimosët, që shtot ndërtohet mendimi mirë për Allahun xhallahu në raport me adhurimin. Dhe e fundit, domthon nga mendimi i mirë për Allahun xhallahu xhelalu është në adhurim, se adhurimet janë bazë e jetës së mirë dhe vendimtare për lumturi dhe kënaqësi në dunjë e ahiret. Nëse mënon ndryshe, ki gabim mendimin e keq për Allahun e ki xhallahu xhelalu. Çish ka mundsi, çish ka mundsi apo? Ty të kap më të mirën, apo? Të kap më të mirën. Ty të kap Allahu xhallahu ala më dashën, apo? Edhe ti zbosh rahat, e atia kap çka jep edhe atyne që ecën edhe ndryshe, jo veç ndikom, apo edhe ama çaja është më e mira. Edhe ajo është kënaqësia, qetësia, a është e mundshme? Nuk është e mundshme. Apo andaj nëse dhe padyshim që ekziston në kuptim të kufizuar, të kurzuar të dunjas, por nëse ka dikun diçka që e qetëson këtë shpirt, e barahat këtë njeri, edhe i sjell lumturinë dunja, është veç besimin në Allahun te barekuta. Nëse nuk e gjen besim
kërkon mi ftyr toke, mi toke nër tokë s'ka me gjithë ato. Apo pajtoni apo thoni, si shagutën apo. Ha, çish pjavojmë këtë punë. E valla, me bindje, me vule. Nështë ta nësjem këtë punë, Allah në uzoft, në muzom u knaq, ama unë po flas për rregulla. Unë që jam ty kallëzu për uja personale, se unë jam larg pikë kësaj. Allah në muzom u knaq, ama unë po i kallëzoj rregulla. Rregull që duhesh me eduku, me menu, me funksionu, me këtë çështë duhesh. Çështë duhesh apo? Të vëllazër, nëse njëri nuk e gjen qetësinë në rahatin e brendshme, shpirtënore, apo në besim në Allahun që është krijuesi i lumturisë. Kush e ka kriju lumturinë? Kush e ka kriju? Apo nuk është e krijuar lumturia? Tash njëna është. Apo se ka krijues edhe ka e krijuar. Që të dyja. Lumturia nuk është krijues. Krijuesi është Allahu Azza wa Jall. Lumturia dhe kënaqësia në çka? Krijesa, si bukuria. A ka thonë pejgamberi sa gjysmën e bukurisë Allah ja ka jap kujt? Jusufit. Don Allah ka në dorë bukurinë. Ja don çysh na don ujin, rrezikun, çysh e don e kënaqësinë. Ato që qetëson shpirtin, që ai ka premtu se në përmendje ti është, ti nuk po e gjen. Apo po thosh po shkoj edhe dikun po e lypi, apo unë s'po dyshojnë ty o Zot, po më në mirë për ty, ama pse mos më lypë dikun tjetër? Ja, gabim. Fort gabim e ki japtën. Nga se Allah ka unë që tu ki me gjithë. Nëse nuk e gjenë, kërkon mi ftyrë tukës ki me gjithë. A i bindën, a e provojmë. E që kja është mendimi për Allah në të bartëla. Se lumturia, knatësia shpirtnore dhe rahatia njerëzore është veç në besim edhe në sejgjde. E në agjerim e në punë mira, largim nga haramit. E lë shumë këtë udhë, kanë më përplas ishuve për tani. Të lim knatësia për tani të buhur. Normal. Se s'kam ku me shkuat, a ku ka me shkuaj? Apo, kanë me tentu me improvizu gjenete artificiale për me garantu një knatësit saktuar. Allahu ka thonë ju. A ka thonë Allahu ju? Lypë në pratë. Shuna për gjenë. Sikur se Allahu ka thonë, kullu nefsi dhe i katul maut. Gjdo shpirt ka me shiu dekën. Ani veç, pa përrujna mësë me jesu në gjallë. Ani pravane për të shohëm. Pravane. Allahu i ka gjynëzu gjend e njerët me dekë. Krejt kanë me dekë. Krejt. Iblisi, të nërëzër, nuk ka kallaj iblis me konë. Ha? Ko që problemar me konë dhe sjaj, normal. Arrogant, kryeneq. Aj ka pas gudzim, Allah të me i thonë, si bikë të në sejgjde. Kur arë puna për me dekë, a ma zgatë veç pak dhe në gjykimit, e ka ditë kur të adresa. S'ka thonë, as të binë sejgjde, as mos ma qëni me lekë se une, e ka ditë. E din iblisi kur t'i vjen me lekul me uti, qka pohët, e din? Krejt vëllahi e din, dekë është në poshtja. Andë këna për më knaqë, se Allahu të vare këtë është mbi zotrusi dhe sundusi, edhe ai që dominon çdo situatë, edhe kjo është ajo që të bën me qenë i lumtur i kënaqur, nga se e ki Zot Allahun azza wa jalla. E nëse çikës bën rahat, ku ki më bë rahat Allah? E ku ki më bë rahat? Andaj kjo është bindja jonë. Këto janë pesë rregulla të ndërlozur që i përmana. Tash kalojmë te disa shembuj të disa adhurime dhe lidhja e këtyre adhurimeve me mendimin e mirë dhe çysh funksionon mendimi i mirë në këto adhurime. Thash, çdo adhurim kërkon mendim të mirë, përmendja e tij, namazi, agjërim, këtë kërkojnë. Mirë, po një kam përmend 3. 2 janë pak më konkrete, një është më e përgjithshme, edhe ku mësihet për këtë argumente dhe funksionim. E kuptëm rregullat, tash jemi te shembujt. Shembulli i parë, domthon adhurimi i parë dhe lidhja e tij me mendimin e mirë për Allahun azza wa jall dhe funksionimi i këtij kombinimi në jetën e përditshme, veçanërisht në Ramazan. Me qemi duke u trajnu për Ramazan dhe mendimi i mirë, atëra padyshim se kërkesa elementare dhe kryesore në Ramazan është falja e mëkateve. Kërkim falje, a është ibadet? Po është ibadet, është adhurim. Andaj, çish ndërtohet adhurimi i kërkim faljes, apo në mendimin e mirë për Allahun te barekuhu teala. E pas mendim mirë për Allahun xhallahu ala në raport me kërkim faljen.
Këtu ka mëse ka du në regula, spjegime ndryshme. Une e kom përzjedh që mendimin e mirë në adhurimin e kërkim falës me ndërtu në 5 emna të Allahut Azza wa Jall. Do më thonë, ti tash i mëson këta 5 emna, edhe në Ramazan mirë me këta 5 emna, apo që këta 5 emna ta ushqejnë gjithmonë mendimin e mirë dhe e fuqizojnë kërkim faljen, por edhe e fuqizojnë begatin e falës. Se të ndërlozër, ti kërkën nga Allah me ta falë. Kërkën nga Allah me ta falë. Kur kërkën nga Allah me ta falë, dhe gjënë e këtë, kur kërkën, o Allah falë, stakfirullah. A e kërkën falje që je në zërë për gjinahut, ta kanë zonë fort jetën, ta kanë gulfat shpirtin, apo kërkën falje se hoxha tha nëse s'të falë në Ramazani falje, a kërkën falje për shkak se e rip reni edhe koha situata, a zori, a jenë zërë për gjinahut. A din me a kalzoha Allah, cilë gjinat a kanë zonë udhën, Allah i ka që problem është. Në kejtë, po e kemë dhe, ja, është me kalzoha, ja, rab, sikurse një këshi i keq, apo që ta kanë zjetën, ata parkon kjerin, atë bëzullëm, atë bashkullëm, qështë, ja, rab, jetën më nëzitë, problem më kam bërë, veç ku dhrohëm një ditë, apo, qështë i thush Allah me tejkë qave që të këshi jetën, qështë i thush Allah të zhjë, fatë me përkushtim vëllase, jetën më kanë zi, kur full me dikonës, valla, mirë, një këshi, shpirt në e kanë zi, atë u që të apo, një këshi, a e përretën që gjinojnë, o, mirë, një gjina, shpirtin më ka umër që të ju me ka dhu njerëzve, po me thunë Allah të zhjit, asë po më ledë mu që natën më falë, asë po më ledë mu knaqë o zëtë në dhërim, asë më ledë, unë e po të përmeni, po, së po më ledë mu knaqë o Allah, asë po më ledë mu, a ki gjuna që kështut, që i kimi thunë Allah të me ta falë, lëpe, se e Ramazan, lëpe, se ki, ton kena, pëtën, lëpe, cili gjuna ta kanë zonë i udhën, cili gjuna ta ka ersu jetën, cili, shumë është më rëndësi, për me kuptuti që kur ta falë Allahu Azza wa Jall me dhush, e më zëtë po mirë më këbo, po gazepin ma ke hek, po barën që ma ke këti piqafe, du zi që me thonë, elhamdulillah, a i thush është me bo me ti falë gjënat, që kjo është mendim mirë për Allah në Gjellewala, i cilë ndërtojnë bi gazepin e gjënat, e që kjo funksim ndërtojnë bi 5 emna, që ta emna të Allah mësaj, edhe pse ka Allah në tjerë, këta shenë veç për këtë fale, po në këmë përzjedh, për çdo kategori të udhërimeve nga 5, të se mund të jenë këta 5 e ata 5 tjerë, mos e përjashto, por për mos me e shpërnda vëmendjen shumë, me mos me u hallakat shumë, 5. E para el alim të gjunat. Do më thonë, Allahu i din gjunat e tona. Allahu e din cili gjunat ta kanë zonë udhën. Allahu e din cili gjuna s'po t'len mu avancu, s'po t'len me përfitu nga ligjërata non stop që t'jesh gjithmonë në avancim. Allahu e din cili është gjuna që ta ka, aja din, el alim, aja din. Edhe Allahu Azza wa Jall, i cili din çka t'ka ndodhë, pret për ti e që ti kur të kërkan për ti kërkim falje, me dit edhe ti që ata që ta kanë zonë udhën atë. Ti përmeni ma dhe që është kjo funksionan, se ne përflat veç ndërtimin, el alim, a e din gjunahet. Do gjunahe të cilat edhe ti din, po e kelon për Ramazan në arshëm, po, qka i bon emnit të Allahot el alim, me gjunahet që a i din. Ti din edhe ke bo me to një zgjidhjet përkashme ma vonë, po veç edhe a e din, el alim. Andaj fakti që Allahu i din, lutja që Allahu me t'i mësu gjunahet që ta ka zonë udhën, për me t'i falë gjunahet, është një shtyllë e rëndësishme mbi që ndërtohet mendimi i mirë për Allahun në falën e gjunahet. Kjo e para me emrin al-Alim, dhe e dyta me emrin e Allahut el-Alim, apo sa gjuna Allahu i din e t'i kam lu. Ma ti kish mund me buhor, kish mund me bu pengesë për zim, si ka bopën. Ti thush o Zot, me që ti din, edhe i kem lu, edhe më kje pa fat, deri në këtë kohë më pëndu, unë kam mendim mirë se ti kimi ma falat.
Emri Allahut El Alim dhe funksionimi i kërkimfaljes astaghfirullah. Është shumë shpjegime tjera me emrin Allahut El Alim. Emri i dytë El Halim. Në kërkimfalje, çka është El Halim? El Halim të ndërrozë është ai i cili e shtyn dënimin e merituar mbi robën e caktuar. Don njëri meriton, e ke bëu çto, meriton çto. Me emrin El Halim, Allahu azza e shtyn dënimin. Don nuk i shmangësh dënimet, mi po t'jap Allahu afat, t'jap Allahu afat. E afatizimi që Allah ta jap për pendim dhe për mirësim dhe ta ka mundsuar që mbrana afatit me kon edhe Ramazani i ardhshëm është mendim i mirë për Allahun se të ka trajtuar me butësinë e tij, të ka trajtuar Allahu te bareku te me shtyrën e afateve që të kesh kohë të mjaftueshme për të përmirësuar. Si ki me reaguar në raport me këtë trajtim? Ç'kjo është El Halim? Gjithashtu nga emrat është padyshim El Ghafur. Pse Allahu ka thonë që kam në El Ghafur? Për çka? Po për me tregu që unë e fali, apo? Unë e fali. Prandaj ti kur din se Allah është El Ghafur, ti e kupton se gjunat që mbi se jetës tonë. Dhe mendon mirë për Allahun te bareku i cili të ka mësuar se është falsi. Ku tham të rregullat, njohuria për adhurimin. Njohuria që Allah është Ghafur, apo është, si them, bindja më e qëndrueshme, bindja më e fuqishme se Allah i fal mëkatet. Nga se Allah nuk na ka tregu për na sfidu. Unë kam emrin e Ghafur, po veç po ju kallëzojmë se u falja. Ja, Allah s'bën kështu. Ai na ka thënë që është Ghafur për më na fal. Pse më ka thënë që është Ghafur? Veç pse do më ta fal. Për sa të ka kallëzuar Allahu xhallahu ala. Çdo emër që Allahu ta ka mësuar se e ka, të ka kallëzuar se mundesh me fitu se deri në qiell e kam. Çdo emër, me rregull shtop. Çdo emër që Allahu ta ka mësuar është ofertë që mbi bazën e atij emri të përfitosh. Sa fiton ti, sa fiton për mi jote është. A maj mundësin e ka hapë, edhe me emrin e Allahut El Ghafur. Dhe gjithashtu El Ghafur të ndërvëzër është, nga kuptimit është mbrojtje, mbrojtje. Andaj mendimi mirë për Allahun me emrin e tij El Ghafur te i kalon faljen, por kalon në dimensionin e bindjes, si jo të falje, por edhe ka menarujt Allah nga pasojat e të mërshme dhe gjurmët e pashlyshme që mund të na kushtojnë si pasojë mëkatimit. Apo? Nëse gjunoj është diçka, pasojat e gjunojt janë diçka tjetër. Andaj ti gjunojnë e ndërprin, po ky gjuna a kalon gjurmë zemrën tonë, në mentalitetin tonë, në njërën e sile a kalon, lën, qysh nuk lën. Emri Allahut El Ghafur të jap shpresë se jo veç ta fal çfarë ke bërë, por çdo gjurmë dhe pasojë që kalon gjunahu në jetën tonë ka me largu Allahu te bareku teala. Prandaj mendimi mirë në raport me kërkim faljen. Emri Allahut Ar-Rahim. Kjo s'ka koment ta fal pse veç është i mëshirshëm. Nga se në kuadër të emrave të Allahut në kërkim falje është edhe emri Allahut El-Aziz. El-Aziz. Për shta, dhe më thonë, qështë e ka përfundu Isa a.s. kërë thonë, nëse dhe më thonë, i falë robët të tuen, e nëse nuk i falë, kush jeti? Inne kënë të l'Azizul Hakim. S'ka thonë Ghafurun Rahim. Ti i dënën edhe ki fuqi. Njerëzit falin për shkak se s'dojnë probleme. Falin për shkak se dojnë e përfitu, situatë saktuar. Allahu ta falë edhe pse fare nuk ka nevojë. As me ta falë, e as nuk i bën kur gjë Allahu të falë ndaj tij, absolutisht. Prandaj, çka aktivizon të në emrin e Allahut El Aziz? Begatinë e faljes. Ta falë vetë pse është i mëshirshëm. Çdo kalkulim tjetër është i gabuar, mendimi i keq për Allahun azza xal. Allahu ta falë vetë pse do me ta falë, vetë pse është i mëshirshëm. Ndërsa në kuptimin e pushtetit dhe dominimit është i pakontestueshëm, El Aziz. Andaj të vëllezër, nëse kalojmë tek argumentet, shohim shumë argumente që Allahu azza xal na thret që ta mbajmë të kthjellët aktiv mendimin e mirë për Allahun për falje, nga se Allah i fal gjithë mëkatet. Sikur se Allah thotë surën Zumar, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu
min rahmetillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. O ju që e keni tepruar mëkate edhe shumë keni bërë mëkate, mos e humbni shpresën e falën Allahut azza nga se Allah i fal të gjitha mëkatet. E Allah i fal të gjitha mëkatet. Është El Alim. S'ka thonë mëkatet, apo se njëri për shkak mundet i ka bërë një 30 gjinohe. Një 10 për pendona, 20 në 7. Ja, El Alim, këti dhe El Aziz, s'ta falë dhe dënan. Andaj, këti emnat funksionojnë në kuadrë të kërkim falës veç mirësi dhe begati e tija. Andaj, krejt që kam betet në kërkim falë është te apo dënë. E të ndërvëzër, kur Allah me këte emna të ofrohet për me të falë, dhe epilogu përfundimtari i falës është kompletim e përfitua, po, që kjo proces, a e len zemën në rahat të qetë, pa e lëviz në raport me adhurimin, në raport me dashurin, në raport me respekt në nështrimin, është e pamundshme. Andaj ne i përdojmë këto faktor, këto njohuri, këto procese për ta lëviz zemrën, edhe për ta mbush madhënim e dashni për Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj edhe Allahu xhalla wala thot, shumë ajete që ka, illa men tabe, wa amana, wa amila amalan salihan, fa ulaike yubeddilu Allahu sejjatim hasanat, wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu thot, e kush pendohet edhe beson e bën punë të mira, të tillëve Allahu u apërnon pendimin dhe u shndron punë të këqija të ligën në punë të mira. Dhe kjo është për meditim ato. Fuqia Allahu të bën këtë, mirësia Allahu të bën këtë, dija Allahu të bën këtë. E kështu me radhë. Të ndërrohet vëllazër, kur kombinohet mendimi i mirë për Allahun dhe njohja e Allahut, mendimi i mirë dhe kërkimfalja me njohjen kur kombinohen, çish funksionojnë? Çish funksionon besimtari? Funksionet në jetë. E para është se besimtari nxiton në kërkimfalje nuk e shtyn. Gjitha këta emra të Allahut, këto oferta, po non tjetër edhe mundesh me u privu, e mundesh me u në fund të dëmtosh, gjithë kjo thirrje, gjithë kjo mundësi, edhe më thon shumë rregull, alhamdulillah, kismet vit nashëm. Apo a ka funksionuar kombinimi? A ka funksionuar? Jo, s'ka funksionuar. Jo, s'po funksionon, por diçka ka problem. Nga se kur kombinohet mendimi i mirë për Allahun, kërkimfalja e ndërtuar mbi njohjen e Allahut azza xal me automatizëm e lëviz zemrën fuqishëm drejt pendimit keqardhjes dhe kërkimfaljes. Patjetër, andaj të ndërvozër, çdo vonim në pendim, në kërkimfalje është problem i mendimit mirë ose i funksionimit të kombinimit mes mendimit të mirë, njohjes dhe kërkimfaljes. Çështu funksionon me njëherë. S'ka më thon, nxiton me njëherë. Prandaj Allahu xhallahu ala ka përmendur që besimtarët me njëherë pendohen. I ka lëvdu që me njëherë pendohen. Wasari'u ila maghfira. Nxitani, ngutuni ka falja Allahut. Nuk tha ka dal, hiç mos u gut, i mshirshëm jam kur dënie u falën. A ka thonë çështu? Jo, mos ka thonë kështu. Kon ngutuni se shansa po up, mundësia po up. Mendimi i mirë për Allahun se ka kohë është mendimi i gabuar. Mendimi i mirë për Allahun përshpejton pendimin, nuk e prolongon pendimin. Andaj çdo shtyrje e afatëve për pendim ka probleme mendim. Çështu funksionon mendimi i për Allahun në kuadër të adhurimit për kërkimfalje atë. Gjithashtu të vëllezër, çish funksionon çu kombinim se duhet më gut pak se kemi kalu kohë, kemi do pika tjera me kry. Çish funksionon ato? Tash funksionon në nxitim. E dyta funksionon në përsëritje të pendimit sa të përsëritet mëkati. Të ndërvozër, besimtari kur pendohet, vendos mos më kthy. Po ja që ndodh për shkak të rrethonave, situatave, caktuara kështu me radhë, kthehet prap mëkat, bie prap mëkat. Çka nuk kupton mendimi i mirë Allahu azza. Çi kombinimi i mirë. Prap kërkoj falje. Nga se prap është Gafur Rahim, sukon veç një herë. Apo për shembull, sa herë ki drejt me përdor emrin Allahut El Alim? Sa herë? Sa herë ki drejt, për shembull, do të thosh ki drejt, i ki 3 mundësi, 3 shansa. Nuk ja qellon. Te Allahu s'ka kështu. Sa herë ki me përdor emrin Allahut El Halim? Sa herë? Kur dush.
kur dush. Ama duhet me kon funksional. Nga se me keq përdor, ta mshil derën. Ta nisën e përdor. Ti mush me përdor, po so funksional atë. Për me qenë funksional, dush me mirë përdor. Prandaj, përsëritja e pendimit. Vjetë e pa ta bo, po që prap. Nga se, kur ka thonë pejgamberi sa hadithin, që robi ka bo gjuna, e ka bo pendim. Paron gjuna, për ka bo pendim. Gjithme Allah e ka falë. Qysh e ka përmen Allah në fund, ato pse e ka falë? Pse e ka falë ato? A i ka përsëri gjuna, prap ka ron pendim. U pendu, sinqeresht, a i s'ka baj gara. Ka dash mu pendu, ka dash mu këthy, prap ka ron gjuna. Në fund, kër Allah e ka përmen, pse e fali gjithmonë, e ka thonë, sërët bëj gjuna, e kërkon fali, gjithkëm e ta falë, pse? Në ditë ka, Ali me abdi, pse robi jam e din shumë mirë që në fali, e përdërë sot ti e din, e një Allah në gjellë ora, funksionon kombinimi njohjes dhe mendimit të mirë, me hapat e përshpetuar e nëzituar të kërkim falës, gjithë kam e ta falë. Gjithashtot, nga mendimi mirë dhe kombinimi funksional i këti të rekashë që i përmena, mendimi mirë, njohje dhe kërkim falë është, vazhdimësia në adhurime për kundër mëkateve. Dhe njerëz thonë për shembull, po ama kjo une dush u penduna, po flasim, ama adhurimet vazhdoj, namazin, agjërimin vazhdoj. Gabim është me menu njëri se për shkak të një gjunahi nuk bën me bëni adhurim. Gabim. Ka shumë nga motrat tona që për shembull shpesh kanë dilema caktuara po falna ose s'në falna njëre po mluap. Mbulesa është obligim, edhe çdo vonim është mëkat. Edhe namazi është obligim, çdo vonim është mëkat. Apo, me për faktin se me një mëkat halaj duke u ballavaçu, halaj s'po ush mi dal, ti atë krye, kërko falje vazhdo. Pa e kushzimi i adhurimeve me largim total nga mëkatet është gabim i mendimit për Allah se Allah s'pranon pa mëkate. Gabim. Vazhdo me adhurime. Zotën shpresa se ki mu këthy në pendim edhe për ato mëkate është vazhdimësia në adhurime. Dhe gjithashtu kombinimi funksionon kur ti i bine se Allahut një mën. Njerëzit për shembull thonë, unë isha pendu, po vallahi s'dija më me majtë, se kam e shku një 3 muj atje, tani tutna, ti si shkove, mos më në që ti vetë, ti e ki akën e pendimit, ti e ki akën e kërkes, o Allah, unë e po du me falë, e tani leja Allahut, leja Allahut gjellë vala, aja është el aziz, ata është i gjithë fëqishmi, aja është el alim, aja din ku ki me shku, ti e ku ki me ratë, aja din. A me thonë, po e shty pendimin, dhe të këthena se ka me punu me një vend, të një atje, që ti vetë vetiju, pja komplikon vetë situatën. Po ti realisht me Allah në dhe në shpitone, bjen gjuna, rëdzosh, qati, përs rafshi, bjen nësë Allah së një mëna për. Ndhe Allahut një mëna për. Që është funksionim mendimit mirë në kombinimin e asaj që përmëna. Dhe e treta, dhe pesta. Apo është se funksionimi i mendimit mirë pra në kërkim falje është mos u përzin faljet Zotit. Çka i bën mos u përzin? Mos thuj për veti ose për tjertë. Falë Zotit këta punë. Ja ka falë ati që i ka vëra 100 vetë. Mas i saja, dënë hala ma betë mu. 100 njerëz i ka vëra dhe syni dëmon fare si ka levizë. Ble që i ka vëra 100 vetë, se kush në kuata 100 që i ka vëra. Allah alem kërë në kuata 100. E pëse në kënë të pafajshëm ata. Po, Allah alem që ja kanë të dikush vudën, dikush ja kanë mshil. Kush e di? Ama qatë 100 që i ka vëra, që e konë balë me që unë gjëhenem ata. A konë balë? E ka vëra njërë në devatëshëm, pa biga i reak. Njërë të boj badet Zotin shpit vetë. I devatëshëm, namazli, Allah unë të e përmenë, nështë në gjinu shumë u konë. U shku e ka vetë, ka unë një këmora në të nënë. A ka të ube, po qëfar të ube për... Që kjo është adhuru si një randë. Kjo Allah në ka adhuru, po jo me mendim të ndërtuar të fuqishëm të mirë për Allah në gjellë ora. Për në e pëshe, kjo është argument se mund tjetë adhuruas në veti, formal në adhurimet caktuara, po jo i ndërtuar që është duhet në raport me njojnë Allah në gjellë ora. Nga se për këtë përgjigje nuk duhet dije. Për shambull, aja falë Allahu të bare këtë ati që i ka vëra që i ka qapë. Minimumi i mendimit mirë për Allahun, aj që e një Allahun dhe që është dhurus, është që
Këtu janë punë Zotit Allah, ku e diun ta fal. Minimumi që kaq, minimumi atë. Momenti kur ai ka marr guxim me I thon, s'ta fal Zotit te barekutaala, ky është rregull se kun ignorant, se ka njoft Zotin. Allah na ka adhuru, po Allah s'e ka njoft. Dhe na po me njoft Allah, pastaj me adhuru atë. Ne mos u përzijë atë. Kjo është për falën. E dyta, nga udhërimet është përgjigjja në lutje. Bën dua, Allah më të përgjigj. Mendimi I mirë që Allah ta pranon lutjen atë. Mbi çka ndërtohet kjo të mëzër? Mbi çka ndërtohet kjo? Edhe kjo ndërtohet mbi 5 emra. Po si duket do të lejmë për javën e ardhshme atë. Veç të përfundoj e pastaj pjesën e mbetur se ja duhet të më kallëzoj gjasysh, andaj sprish punë. Pse një temë unë më shtyma tutje, po sprish punë. Kryesori është lutja e duas, adhurimi I duas, nga adhurimi më të mëdha, më të rëndësishme. Po në Ramazan. Mbi çka ndërtohet mendimi I mirë për Allahun në raport me duan, ti lutesh dhe ki mendim të mirë, apo? Po këto dy do të më ndërtojmë diçka më nejtë, këto kështu srin, apo? Mbi çka ndërtohen? Edhe këto në 5 emrat të Allahut azza xal. Mohen men. Ndaq me ndërtu fuqishëm mendimin e mirë për Allahun xhallahu ala, sa të lutesh, edhe mos me ta lëviz kur asnjë rrethon, asnjë përgjigje, çka do kuft, ndërtojnë çka 5 emrat. Cili është emri I parë? Emri I parë është Er-Rabb. Kush e njeh vallahi Er-Rabb, ç'është duhet. Kurrën e kurrës nuk dyshon se a vjen as vjen. Shikoni në Kur'an, kudo që është përmend emri Er-Rabb, është përmend me dhënje. Emri Allah kudo që është përmend, apo me çka është përmend? Me dhënja marrje. Allahu me emrin Allah, apo emrin Allah, atje begatit e merr hakun e vet. Me emrin Allah merr hakun e vet. Allah është emri I adhurimit, apo Er-Rabb është emri I dhënjes. Që ta këtë dua ka Rabbi, apo pa ka Allah. Se Allah është kur do më dhon adhurim, ama Rabbu kur do më marr aftën. Që ta kanë elhamdulillahi Rabbil alamin, shumë e bukur vallahi. Elhamdulillah, se elhamdi falërimi është adhurim, andaj është përmend lillah. E pse Rabbil alamin se ky jep shumë aftën. E kur ka përmend falënderimin si adhurim, e ka përmend emrin Allah. Kur e ka përmend dhënjen vazhdueshme për këtë botën, me mira botë e ka përmend emrin Rabb. E ai që Rabbil alamin, veç sa lloj milingona ka, lloje, e sa botna ka, e sa ka ku dimna, ku s'dimna, Allah të ketë ju dhoftë. E pse s'u jep mua Allah? E pse? E Rabb. Rabb një Rabb, gjithë ndjera atë dhoftë. Gjithë mendimi mirë ushqehet, mirë mbahet dhe manifestohet dhe funksionon. Gjithashtu Es-Semia. Në dua duhet me funksionojë në Allah, Es-Semia. Ti kur lutesh atë, a e bin se të ka një Allah xhallahu ala? Apo thush me leku, a thua ja ka qumër asa ka qumë? Ha? A thush? Posh unë s'po dyshoj që ai më përgjigjet, po s'po di me leku ai kallzoi çapata zorna, a më ka kuptuar me leku, a ka përcjell ç'është duhet a ki sigale me Allahun te barekutaala? Jo valla s'kem. Es-Semia, të ka një shumë mirë atë. A kanë mësuar sura Mujadila? Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. E ka një Allahu ankesën e saj. Aisha thot vallahi se kum njëna, çati ju kon Aisha. 3 metra me 3 ju kon soba Aisha sa. Çaq. Ata e u anku për burrë vet, unë snisha çka ajo po thot, Allahu zbriti ai të tha e kanani ankesën. Tash vjen përgjigje. A kanë mësuar sura Mujadila çto? Ne mos I gale pse edhe ka shku përgjigje e pyetja, edhe kërkesa, edhe u drejtosh mos el alim, mos I gale, s'ka ne për komente, apo për anekse shtesa, s'ka nevojë, leja Allah xhallahu ala Es-Semia. Emri Allah Semia të ushqen mendin të mirë se lutja mirë është. E ka dëgjuar Allahu azza wa jalla. Emri Allahut Er-Rahim. Doja trajtohet me rahmet të ndëllëzër. Për që ata, ai që lutet, gjithmonë merr më shumë se që kërkon. Wallahi të kesh mu drejt, të kesh mu. Trajtu duaja, për shembull, me drejtësi. Çka të lypsh të japëm, s'kishum pas e sapëm. Kështu më Allah ndrej erëm. Ndrej se ja,
Apo, e këshin rru. O, vëllaj, e këshin rru. Po me rahmet. Unë e lypi, ama te din ma mirë që janë vinë mua. Se ajtë atën me rahmetin e ti jepëtën. E rahim. Anë kur me këtë emën ti komunikon, dhe përmes këti i përqen lutje tua, që është mendimi ytë për Allah në rapat me përgjigjen, në rapat me kërkeset e tua, ndryshat. Edhe El Qadir, emni Allah El Qadir ndoa, e ka dëgju, do me të adhonë, po amunet me të adhonë. Ata ka vënu pëse po pret me ardhë porosia, qka? Jo, El Qadir, ka mundësi në moment, kun feje kun, ka mundësi, s'ka mundësi me e pengu kërkush. Kur Allah dënë me e mshiru dikën, s'ka kush e nalë. Kur Allah dënë me e privu dikën, s'ka kush i jep. El Qadir, i gjithë fuqeshmi, i gjithë pushtetshmi. Edhe El Alim, pa dyshim. El Alim, edhe këtu e kemi El Alim, e kom përsërit, për faktin se robin zitën në përgjigje, për shkak se thët, për të jam, duhet me ndodhë kënesën. A din Allah që duhet, a nuk e din. Për shkak ti ki mundësi me kërku për me një përgjigje, unë së përgjigje, se nuk e di që farzori i jam. Të lirë, unë atë përgjigje, na jena këtu, pret pak, apë nëse erë, se nuk e di. Në përgjigje janë varë në bastë, informatës që marë. Allah o ta e duhet informata, jo El Alim, El Alim i gjithdishme. Dhe për këtë ka shumë argumente që Allahu Gjallera i ka përmend, e kjo qysh funksionon duaja, qysh duaja funksionon, kur kombinohet mendimi mirë i Allahut Azza wa Jall me ibadetin e lutjes dhe me njohjen e Allahut me këtë emra, qysh kjo funksionit e përditshme dhe në raport me duan që e përmenëm, do ta trajtojmë javënashme, zbashku edhe me një ibadet tjetër që shtu me qëtë ndërtim, nga se janë të mëzëshme këto që shtu më mësum me ndërtu raportin me Allah, mendimi i mirë, njohi Allahut dhe ibadeti, me i përzi, japin funksion që shtopën, që shtot e funksionalizojmë besimin njët në përgjë praktikisht, nuk mbetet pasiv ose shpërndam, por e funksionalizojmë, e bëjmë praktik, funksional njëtën e përdishme, e kjo është e kërkuar nga besimi. Çka është e kërkuar? Të kemi besim funksional, një besim që na mundson me përjetu adhurimet, më kënaq, me shiu jetën që duhet, edhe tek Allahu më ngrit në vazhdimsi. E përndodh kjo na duhet ky kombinim i vazhdueshëm, apo me bë pak përvojë, në po i mësoj me 2-3 tani ju dini inshallah dal ngadalë edhe më bo tjerat, ama është e domosdoshme prandaj edhe vazhdojmë inshallah në takimin e ardhshëm. Allahu na ushqef zemrat me dashni e njohuri për të. Allahu na mundësohë që të kemi një iman funksional, i cili i sjell zemrës dashni për jetim të këndshëm, ndërsa jetës tonë begati në adhurime dhe raportet fuqishëm me Allahun xhallahu ala. Allah i shpërblet për vëmendjen, për prezencën, u takofshim në javën e ardhshme në hajde të mira. Selamun alejkum wa rahmatullah.